Policia rrugore e Beratit vijon monitorime në të gjitha akset e qarkut me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Vëmendje e veçantë është kushtuar mjeteve të cilët qarkullojnë me xhama të riveshur, si dhe shtetasve që drejtojnë mjetin në ndikimin e alkoolit. Gjatë 2 javëve të fundit janë arrestuar 6 shtetas për drejtim të mjetit në ndikimin e alkoolit. Gjithashtu janë proceduar në gjendje të lirë 3 shtetas për drejtim të mjetit pa leje. Më tej gjatë kësaj periudhe janë dëshkuar administrativisht 4 drejtues mjetesh për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit. Janë dëshkuar 294 drejtues mjetesh për parakalime të gabuara. Janë dëshkuar 73 drejtues automjetesh për mosvendosjen e rripit të sigurimit. Janë dëshkuar 26 drejtues mjetesh për shpejtësi mbi normat e lejuara. Janë dëshkuar 294 drejtues automjetesh për ndalime ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. Janë dëshkuar 20 drejtues mjetesh për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Janë dëshkuar 255 drejtues mjetesh për shkelje të tjera të kodit ligjor. Kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset rrugore të qarkut. Policia rrugore e Beratit apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor.